Dikush do të vijë tek ti me një rrëfim që do të konfirmojë atë që intuita jote të ka thënë gjatë gjithë kohës. Merr frym ngadalë dhe thellë para se ta dëgjosh këtë, sepse ajo që do të përjetosh tani nuk është rastësi, nuk është një përkim dhe nuk është diçka që e ke imagjinuar në mendjen tënde. Nuk e ke krijuar këtë me mendimet e tua. Nuk e ke analizuar situatën tepër dhe nuk i ke keq interpretuar shenjat që ishin pikërisht para teje. Intuita jote të ka përshpëritur butë për një kohë të gjatë, edhe në momentet kur u përpoqe ta heshtje ose ta largosh, dhe shumë shpejt dikush do t'i thot me zë të lartë fjalët që përputhen saktësisht me atë që ti tashmë e ke ndjerë thellë brenda vetes. E ke ndjerë prej kohësh, para se ta shpjegoje qartë, para se logjika të kishte kuptim, para se të kishe një provë, para se të ndodhte një bisedë e drejtë për drejtë, ekzistonte kjo dije e qetë brenda teje. Ishte si një tërheqje e butë që nuk mund ta shpjegoje, një përzierje e çuditshme e peshës dhe ngrohtësisë në kraharorin tënd. Kishte momente kur emri i saj shfaqej në mendimet e tua pa ndonjë arsye të dukshme dhe kohë kur heshtja mes jush ishte më e fortë dhe më e fuqishme se fjalët reale. U përpoqe ta injoroje këtë ndjenjë, u shpërqendrove. I dërvit se ndoshta po imagjinoje gjëra, ndoshta i dhe shumë kuptim momenteve të vogla, por intuita nuk bërtet dhe nuk imponohet. Ajo pret qetësisht dhe me durim derisa e vërteta të ketë hapësirë të vijë, dhe intuita jote ka qenë shumë e durueshme me ty. Arsyeja është e thjeshtë. Ky person ka mbajtur diçka të rëndësishme brenda. Rrëfimi që po vjen nuk u krijua pa pritur. Ai është rritur ngadalë me kalimin e kohës, në heshtje dhe ndonjëherë me dhimbje në zemrën dhe mendjen e tij. Ata nuk heshtën sepse nuk u interesonte. Në të vërtet heshtën sepse u interesonte më shumë se sa dinin si ta përballonin. Kishin frikë të thoshin gjën e gabuar, frikë nga refuzimi, frikë se do ta ndryshonin lidhjen përgjithmonë dhe frikë të pranonin ndjenja që dukeshin shumë të forta për t'u kontrolluar. Ata të kanë vëzhguar më shumë se sa e ke kuptuar. Kanë vënë re ndryshime të vogla në humorin tënd, energjinë tënde dhe sjelljen tënde. Kanë mbajtur mend detaje të vogla për ty që ti mendoje se askush nuk i shihte ose nuk i vlerësonte. Dhe shumë herë, kur ishin pranë të flisnin, frika ndërhynte dhe i ndalonte. Por frika nuk mund të mbajë kontrollin përgjithmonë. Intuita jote e ndjente luftën e tyre të brendshme, edhe kur asgjë nuk thuhej drejt për drejt. Mund të ndjeje se diçka mes jush ishte e papërfunduar, si një fjali që nuk arriti kurrë në fjalën e saj të fundit. Prandaj energjia mes jush dukej e pasgjidhur dhe për këtë arsye lidhja nuk u zbeh kurrë plotësisht. Pavarësisht sa kohë apo distancë kaloi, intuita jote vuri re hezitimin e tyre, distancën emocionale që papritur kthehej sërish në afërsi dhe mënyrat e tërthorta me të cilat përpiqeshin të qëndronin të pranishëm në jetën tënde. Vure re tensionin kur ishit bashk, emocionet e pathëna në momente të thjeshta dhe mënyrën se si heshtja mbante kuptim. Kjo nuk ishte kurrë konfuzioni nga i cili kishe frikë. Ishte e vërteta e mbajtur brenda, dhe e vërteta e shtypur gjithmonë gjen herët avon një mënyrë për t'u shprehur. Arsyeja pse ky rrëfim po ndodh tani është sepse koha është më e rëndësishme se sa njerëzit e kuptojnë. Diçka ka ndryshuar, ose tek ti, ose tek ata, ose ndoshta tek të dy njëkohësisht. Ndoshta ke filluar të tërheqësh energjinë tënde dhe të përqendrohesh më shumë te vetja. Ndoshta ke ndaluar së kërkuari përgjigje dhe së detyruari qartësinë. Ndoshta ke zgjedhur paqen në vend të pritjes dhe ke vendosur të lësh kontrollin. Dhe çuditërisht, pikërisht kjo hapësirë lejoi që kjo e vërtet të afrohej drejt teje. Kur nuk kishe më nevojë me dëshpërim për përgjigjen, përgjigja filloi të afrohej vetë. Ky rrëfim nuk ka më të bëjë me pushtet apo kontroll. Ka të bëjë me faktin që ndeshmëria bëhet më e fortë se frika. Kur të ndodh, mos prit një fjalim dramatik si në një skenë filmi. Mund të vijë në një moment krejtësisht të zakonshëm dhe të qetë që nga jashtë duket pothuajse i zakonshëm, por pesha emocionale e tij do të jetë e pamundur të injorohet. Mund të vijë me fjalë të thjeshta si doja të thosha diçka.
ose nuk e di pse po e them këtë tani, por e kam ndjer prej kohësh, ose edhe ti kishe të drejtë dhe gjithmonë e ke pasur. Dhe kur këto fjalë të thuhen, diçka brenda teje do të bëhet shumë e qetë dhe e heshtur, sepse do ta njohësh menjëherë të vërtetën pa pasur nevojë për shpjegime të tjera. Nuk do të befasohesh apo tronditesh. Përkundrazi, do të ndihesh i konfirmuar. Nuk do t'i thuash vetes se nuk e kishe parë këtë duke ardhur. Do të mendosh në heshtje, e dia tashmë. Ky reagim i qetë, kjo ndjenjë e heshtur e kuptimit në kraharorin tënd, është intuita jote që po konfirmohet. Jeta nuk po përpiqet të befasoj me diçka të re. Ajo thjesht po konfirmon atë që zëri yt i brendshëm e di prej kohësh. Ajo që ky person po rrëfen në të vërtetë shkon më thellë se thjesht ndjenja romantike. Ata pranojnë se kanë provuar të luftojnë emocionet e tyre, se kanë provuar të lënë të lirë edhe pse silleshin sikur mund ta bënin këtë. Pranojnë se distanca nuk e ka fshirë atë që ndjenin. Rrëfejnë se ishte raskapitse të pretendonin se nuk u interesonte, se heshtja ishte e vështirë edhe për ta dhe se u bë shumë e vështirë të mbanin gjithçka brenda. Ky rrëfim nuk është vetëm një çlirim emocional për ta, por edhe për ty. Ai pastron ajrin që për kaq gjatë është ndjer i rëndë. Ky moment është i fuqishëm për ty sepse nuk ka të bëjë vetëm me dashurinë apo lidhjen. Ka të bëjë me të mësuarit përsëri të besosh tek vetja. Pasi kjo të ndodh, do të kuptosh se intuita jote është e fortë dhe e saktë, se vetdia jote emocionale është reale dhe se zëri yt i brendshëm mund të besohet. Ti kur nuk ke qenë shumë i ndjeshëm, as dramatik, as budalla dhe as gabim. Thjesht ishe i vetëdijshëm për diçka reale para se ajo të kishte fjalë. Gjithçka që ke përjetuar kohët e fundit të ka përgatitur për këtë moment, përfshirë rritjen emocionale, të mësuarit për të lënë gjërat të shkojnë, ndërtimin e forcës së brendshme dhe të bëhesh më rehat me pasigurinë. Asnjë nga këto mësime nuk ka qenë i kodh. Duhej të bëhesh e mjaftueshëm i qëndrueshëm brenda vetes për ta dëgjuar të vërtetën pa u humbur në të. Dhe tani je në atë vend. Pas rrëfimit është e rëndësishme të mbash mend se ndeshmëria nuk do të thotë automatikisht një fillim i përsosur si në përralla. Ajo që sjell në të vërtetë është qartësi aty ku kishte konfuzion, e vërtet aty ku kishte supozime dhe fuqi që kthehet në duart e tua. Ti vendos se çfarë ndodh më pas. Jo nga një vend dëshire apo frike, por nga një vend vetëdije dhe respekti për veten. Kjo është rritje e vërtetë dhe forcë e vërtetë. Kur ta dëgjosh këtë dhe të ndihesh emocional, kjo është një formë konfirmimi. Nëse ndjen qetësi në vend të frikës, kjo tregon se je në harmoni me veten. Nëse kjo mesazh të duket i njohur dhe afër zemrës tënde, intuita jote e njeh momentin e saj. Nuk e ke shpikur këtë lidhje, nuk e ke keqkuptuar energjinë, nuk ke pritur pa arsye. Dikush vërtet po vjen me një rrëfim që përputhet me gjithçka që ke ndjer thellë brenda vetes. Ndërsa ky moment afrohet, mos u ngudh, mos u përpiq të detyrosh një bisedë, dhe mos fillo tani të dyshosh tek vetja. Lëre të vërtetën të vijë në mënyrën e saj natyrale dhe në kohën e saj, sepse kur të ndodh, do të kuptosh diçka shumë domethënëse. Intuita jote jo vetëm që e ka ndjer dashurinë, por ka ndjer edhe momentin e duhur kur ajo dashuri duhej të shprehej. Dhe ai moment më në fund ka ardhur. Ndërsa vazhdon nga kjo pikë, ka një shtresë më të thellë në atë që ky moment sjell në jetën tënde. Nuk është diçka e zhurmshme apo mbingarkuese, por diçka e qëndrueshme dhe tokëzuese që vendoset ngadalë brenda teje. Pasi rrëfimi të jetë thënë dhe e vërteta të jetë vendosur më në fund hapur, mund të vëresh një ndryshim në trupin tënd edhe para se mendja jote të reagojë. Supet e tua relaksohen. Frymëmarrja bëhet më e plotë. Zhurma e vazhdueshme mendore që rrotullohej rreth pyetjeve pa përgjigje fillon të qetësohet. Kjo ndodh sepse qartësia ka një efekt qetësues mbi shpirtin. Për kaq gjatë energjia jote ishte e zënë duke pyetur, ndjer dhe pritur. Edhe nëse i thoje vetes se ishe mirë, kjo energji tani kthehet tek ti. Mund të rikthesh momentet të së kaluarës në mendjen tënde dhe t'i shohësh pa pritur me një kuptim të ri.
ndër veprime të vogla që dikur të ngatëronin tani marrin kuptim. Fjalë që dukeshin të paplota lidhen pa pritur. Heshtja që dikur dukej e rëndë tani është e shpjeguar. Kjo nuk të tërheq pas në të kaluarën, përkundrazi të çliron prej saj. Nuk mban më tension të pathën apo enigma emocionale. Ajo që vjen më pas është një periudhë zgjedhjeje, dhe zgjedhja ndihet krejt ndryshe kur vjen nga vetdia dhe jo nga mungesa emocionale. Nuk ndjek më një ndjenjë dhe nuk shpreson më për konfirmim. Qëndron në qartësinë tënde dhe e sheh situatën ashtu siç është në të vërtetë. Kjo të lejon të përgjigjesh në vend që të reagosh. Mund të ndjesh dëmshuri për personin tjetër dhe të kuptosh si frika e mbajti në heshtje dhe sa e vështirë ishte për të shprehte të vërtetën. Në të njëjtën kohë ndjen dëmshuri edhe për veten dhe pranon sa i durueshëm ke qenë, sa shumë i ke besuar zërit tënd të brendshëm edhe kur ishte e pakëndshme dhe sa i fortë je bërë përmes kësaj. Ky ekuilibër është i rëndësishëm. Ai të mbron nga humbja në emocionet e tyre ose nga harrimi i nevojave të tua. Në cilëndo drejtim që kjo lidhje të zhvillohet nga këtu, ajo do të ndërtohet mbi ndershmëri dhe jo mbi supozime. Dhe vetëm kjo është një ndryshim i fuqishëm. Mund të vëresh se nuk ndjen më nevojën të analizosh çdo mesazh, çdo pauzë apo çdo ndryshim të vogël në sjellje. Sistemi yt nervor fillon të ndihet më i sigurt, sepse e vërteta krijon stabilitet. Edhe nëse ka ende pyetje përpara teje, ato nuk duken më kërcënuese. Tani e di se mund të përballosh pasigurinë, se mund t'i besosh kohës tënde dhe se nuk ke nevojë të detyrosh rezultatet për t'u ndier i sigurt. Ky moment forcon gjithashtu marrëdhënien tënde me veten. Fillon t'i besosh më thellë intuitës tënde, jo si diçka mistike apo dramatike, por si një udhëzues i qetë që ka provuar besueshmërinë e tij. Ky besim përhapet edhe në fusha të tjera të jetës tënde. Ti dëgjon më me kujdes sinjalet e tua të brendshme. Heziton më pak kur diçka nuk ndihet e drejtë. Ecën përpara me më shumë vetbesim. Ky është një nga dhuratat më të mëdha të kësaj përvoje. Të mëson se durimi nuk është dobësi, se heshtja nuk do të thotë gjithmonë mungesë dhe se e vërteta ka ritmin e saj. Ndërsa vazhdon nga këtu, kujto se nuk je i detyruar të nxitosh drejt një përfundimi apo një etikete. Mund t'i japësh vetes kohë të ndjesh atë që ndjen dhe të zgjedhësh atë që është në përputhje me paqen tënde. Ky kapitull nuk ka të bëjë me bindjen e dikujt për diçka. Ka të bëjë me nderimin e asaj që di dhe lejimin që jeta jote të zhvillohet me më shumë ndershmëri dhe respekt për veten. Çfarëdo që të ndodh më pas, nuk po pret më në errësirë. Ti qëndron në vetdije dhe kjo ndryshon gjithçka. Ndërsa kjo vetdije vendoset më thellë brenda teje, fillon një transformim tjetër i qetë. Një që ndoshta nuk e vëren menjëherë plotësisht, por që e ndjen me kalimin e kohës në mënyra të vogla, por domethënëse. Vëren se nuk vepron më nga frika e humbjes apo nga frika e të qenit i keq kuptuar. Në vend të kësaj lëviz nga një vend lidhjeje me veten, ku emocionet e tua ndihen të qëndrueshme dhe mendimet e tua janë më të qarta. Fillon të kuptosh se kjo përvojë nuk ishte kurrë e destinuar të shtynte drejt një rezultati, por të ngadalësonte mjaftueshëm që të mund ta shije vërtet veten. Pritja, ndjenja, momentet e dyshimit dhe shpresës të kanë formuar në dikë që tani mund ta mbajë të vërtetën pa u rrëzuar në mpeshën e saj. Mund të vëresh se bisedat ndihen më të lehta, se reagimet e tua janë më të qeta dhe se në përgjithësi je më pak i ndikuar nga pasiguria. Kjo ndodh sepse bota jote e brendshme ka gjetur një ekuilibër. Nuk ke më nevojë për konfirmim të vazhdueshëm, sepse ke mësuar ta qetësosh veten. Nuk ndjen më nevojën për të ndjekur qartësinë, sepse qartësia tashmë ka ardhur brenda teje. Edhe nëse kjo lidhje ende po zhvillohet ngadalë, ajo do ta bëjë këtë pa presionin emocional që dikur ekzistonte. Dhe nëse merr një drejtim tjetër, do ta përballësh atë realitet me hijeshi në vend të rezistencës. Ka forcë në të diturit se, sido që të jetë, do të jesh mirë. Dhe kjo forcë ndryshon mënyrën se si paraqitesh në çdo ndërveprim.
Mund të ndihesh gjithashtu më i pranishëm në moment dhe të shijosh gjërat e thjeshta pa e kthyer mendjen te pyetjet pa përgjigje. Vëmendja jote kthehet te jeta jote, te qëllimet e tua, te krijimtaria jote dhe te ndjenja jote e qëllimit. Jo sepse kjo lidhje nuk ka më rëndësi, por sepse nuk të përcakton më. Ti je i rrënjosur fillimisht në veten tënde dhe kjo krijon një hapësirë më të shëndetshme për çdo marrëdhënie. Me kalimin e kohës do të shohësh se kjo përvojë e ka rafinuar vetdijen tënde emocionale. Të ka mësuar të dëgjosh përtej fjalëve, të besosh në ndjenjat e holla dhe të qëndrosh i hapur pa e humbur veten. Këto mësime mbeten me ty shumë kohë pasi momenti ka kaluar. Ato ndikojnë në mënyrën se si dashuron, si komunikon dhe si e mbron paqen tënde. Bëhesh më selektiv me energjinë tënde, jo nga frika, por nga respekti për veten. Dhe në këtë hapësirë, gjithçka që duhet të rritet do të rritet natyrshëm, pa detyrim apo konfuzion. Nuk pret më shenja apo sinjale. Jeton në përputhje me atë që tashmë e di. Këtu jeton pjekuria e vërtet emocionale, jo në funde dramatike apo fillime perfekte, por në besim të qetë dhe stabilitet të brendshëm. Dhe ndërsa vazhdon përpara, mban me vete një besim më të thellë në vetjetën, duke e ditur se ajo që është e vërtet gjithmonë do të gjejë një rrugë për të dalë në sipërfaqe. Dhe ajo që është për ty nuk do të kërkojë kurrë që të humbasësh veten për ta marrë. Ndërsa vazhdon përpara me këtë ndjenjë të re qartësie, mund të vëresh se marrëdhënia jote me kohën fillon të ndryshojë. Nuk ndihesh më i ndjekur nga afate të padukshme apo i shtypur nga pritshmëri që kurrë nuk janë përcaktuar qartë. Në vend të kësaj, ndihesh i pranishëm, i rrënjosur në momentin ku je tani. Një besim i qetë të shoqëron. Jo ai lloj që duhet shpallur apo provuar, por ai që jeton në qëndrimin tënd, në tonin tënd dhe në mënyrën se si mbart veten. Beson se ajo që duhet të thuhet do të thuhet dhe se ajo që duhet të zhvillohet do të zhvillohet pa e detyruar ti. Ky besim të lejon të pushosh emocionalisht diçka që ndoshta për një kohë të gjatë nuk e ke kuptuar që të duhej. Fillon të kuptosh se lidhja që ndjeve nuk ishte menduar kurrë për të konsumuar, por për të zgjuar. Ajo të tregoj sa thellë mund të ndjesh, sa i ndjeshëm je dhe sa e fortë është vërtet vetdia jote e brendshme. Me këtë kuptim, ndalon së dyshuari në thellësinë tënde emocionale dhe fillon ta respektosh atë. E kupton se ndjeshmëria nuk është dobësi dhe se intuita nuk është imagjinat. Ato janë forma inteligjence që të kanë udhëhequr përmes pasigurisë dhe të kanë çuar në mënyrë të sigurt drejt së vërtetës. Mund të vëresh gjithashtu se je më pak i ndikuar nga sinjale të përziera apo nga mospërputhje emocionale. Aty ku dikur konfuzioni të tërhiqte brenda, tani qartësia vepron si filtr. I sheh njerëzit më qartë për atë që janë dhe për vendin ku mund të takojnë emocionalisht. Kjo nuk të bën të ftohtë apo të distancuar, të bën të sinqert me veten. Lejon të tjerët të tregojnë kush janë, pa u përpjekur t'i ndryshosh apo të plotësosh boshllëqet për ta. Ky respekt për veten bëhet themeli yt i ri. Nga ky vend, vendimet e tua bëhen më të qarta dhe më të harmonizuara. Nuk qëndron më në situata duke shpresuar se do të shndërrohen në diçka tjetër. Zgjedh atë që ndihet e qëndrueshme, e ndërsjell dhe emocionalisht reale. Dhe kur diçka nuk të takon më aty ku je, e lë të shkojë pa mledh. Kjo pjekuri emocionale sjell një ndjenjë paqeje që qëndron me ty edhe në momentet e pasigurisë. I beson vetes për të naviguar atë që vjen më pas. E di se nuk ke nevojë të ndjekësh konfirmim apo të shpjegosh tepër vlerën tënde. Prania jote e vetme mbart mjaftueshëm të vërtetë. Ndërsa jeta vazhdon të lëviz rreth teje, ti mbetesh i përqendruar, i hapur dhe i vetëdijshëm. Dhe kjo është forca e heshtur që kjo rrugë të ka dhënë. Forca për të ecur përpara pa frikë, për të dëgjuar pa dyshim dhe për të jetuar pa braktisur urtësinë që gjithmonë ka jetuar brenda teje. Ndërsa vazhdon të kalosh këtë fazë të jetës tënde, kuptimi që ke fituar nuk zbehet, por thellohet. Çdo ditë, madje edhe në momentet që duken të zakonshme, vëren se sa ndryshe reagon ndaj njerëzve, situatave dhe emocioneve. Nuk tërhiqesh më kaq lehtë në stuhi emocionale.
dhe kur shfaqen sfida, i përballon me qëndrueshmëri në vend të panikut. Kjo sepse diçka brenda teje është qetësuar. Pyetjet e vazhdueshme, dyshimet e heshtura dhe hamendësimet emocionale nuk dominojnë më botën tënde të brendshme. I beson vetes mjaftueshëm për të ndaluar para se të reagosh, për të dëgjuar para se të flasësh dhe për të ndjerë pa u mbingarkuar nga ajo që ndjen. Ky ndryshim është i hollë, por i fuqishëm. Vëren se kufit e tu bëhen më të qartë pa pasur nevojë t'i shpjegosh. Largohesh natyrshëm nga ajo që të lodh dhe afrohesh drejt asaj që të ushqen. Nuk ndihesh më fajtor për vendosjen e paqes mbi kaosin emocional apo për vendosjen e vetes mbi situatat që kërkojnë të bëjnë më të vogël. Kjo mënyrë e re e të qenit nuk vjen nga mbyllja e zemrës, por nga kuptimi i vlerës së saj. Ende kujdesesh thellë. Ende ndjen fort, por nuk je më i gatshëm të humbasësh veten në pasiguri apo në pabarazi emocionale. Me kalimin e kohës kupton gjithashtu se lidhja që ndjeve të mësoj diçka të rëndësishme për durimin. Jo atë lloj durimi që pret pafundësisht pa qëllim, por atë që vëzhgon, mëson dhe rritet ndërsa i lejon jetës të zbulojë të vërtetën e saj. Tani e sheh se pritja nuk kishte të bënte kurrë me një person tjetër. Kishte të bënte me të qenit emocionalisht gati për të pranuar qartësinë pa frikë. Ke mësuar të qëndrosh i fort në veten tënde edhe kur përgjigjet vonoheshin. Ky mësim mbetet me ty. Ai ndryshon mënyrën se si i qasesh gjithçka në jetë, nga marrëdhëniet deri te qëllimet personale. Ndalon së detyruari rezultatet dhe fillon t'i besosh kohës së duhur. Kupton se ajo që vjen shumë herët mund të mos mbahet siç duhet dhe ajo që vjen shumë vonë mund të mos jetë më e nevojshme. Koha, mëson, nuk është as ndëshkim dhe as shpërblim. Është përputhje dhe fillon ta respektosh në vend që të luftosh kundër saj. Ky respekt sjell lehtësi në jetën tënde. Ndjen më pak presion për të kontrolluar çdo detaj dhe më shumë gatishmëri për të rrjedhur me atë që zhvillohet natyrshëm. Mund të vëresh gjithashtu një ndershmëri të re ndaj vetes. Lejon veten të ndjejë gëzim pa e vënë në dyshim dhe trishtim pa e gjykuar. Nuk i shtyp më emocionet për t'u dukur i fortë, as nuk i egzageron për t'u parë. Thjesht i lejon të ekzistojnë dhe të kalojnë përmes teje. Ky ekuilibër emocional të bën më të pranishëm në jetën tënde. Shijon më shumë bisedat, dëgjon më me vëmendje dhe flet më sinqerisht. Nuk përpiqesh më të lexosh midis rreshtave apo të kërkosh kuptime të fshehura. I merr njerëzit sipas fjalëve të tyre dhe veprimet e tyre ashtu siç janë, duke besuar se ajo që është reale do të tregojë qëndrueshmëri me kalimin e kohës. Kjo thjeshtësi sjell paqe. Me kalimin e kohës mund të vëresh se edhe të tjerët reagojnë ndryshe ndaj teje. Disa ndihen më të qetë pranë teje, disa ndihen më të hapur. Disa madje ndihen të sfiduar nga prania jote më e qëndrueshme, sepse ajo pasqyron të vërteta me të cilat mund të mos jenë ende gati të përballen brenda vetes. Nuk e merr personale. Tani e kupton se secili është në udhëtimin e vet, në ritmin e vet. Nuk ndihesh më përgjegjës për të rregulluar, shpëtuar apo mbajtur dik emocionalisht. Ofron mirëkuptim aty ku është i mirëpritur dhe distancë aty ku është e nevojshme. Kjo pavarësi emocionale nuk të izolon. Ajo forcon lidhjet e tua. Marrëdhëniet që mbeten ndihen më të ndërsjella, më të sinqerta dhe më të respektueshme. Ndalon së kërkuari thellësi emocionale në vende ku nuk mund të ekzistojë dhe fillon të investosh në hapësira ku ajo rritet natyrshëm. Fillon gjithashtu të njohësh vlerën e heshtjes në një mënyrë të re. Heshtja nuk ndihet më si refuzim apo mungesë. Ndihet si hapësirë. Hapësirë për të marrë frymë, për të reflektuar dhe për të rilidhur me veten. Nuk ke më frikë nga momentet e heshtura, sepse i beson asaj që jeton në to. I beson vetes mjaftueshëm për të qëndruar vetëm me mendimet e tua pa pasur nevojë për shpërqendrime të vazhdueshme. Ky rehati e brendshme bëhet një nga forcat e tua më të mëdha. Të lejon të shijosh shoqërinë tënde dhe të hysh në lidhje nga një vend plotësie, jo nga mungesa. Ndërsa vazhdon përpara, kupton se kjo përvojë ka riformuar përkufizimin tënd për dashurinë dhe lidhjen.
Dashuria, siç e kupton tani, nuk ka të bëjë me intensitet të vazhdueshëm apo kulme emocionale. Ka të bëjë me siguri, qartësi dhe prani të ndërsjellë. Ka të bëjë me të qenit vetvetja pa frikë nga keqkuptimi apo refuzimi. Ky kuptim të ndihmon të njohësh lidhje më të shëndetshme kur ato shfaqen. Bëhesh më i durueshëm me fillimet dhe më pranues ndaj përfundimeve. Nuk kapesh më pas asaj që është e pasigurt dhe nuk i reziston asaj që ka përfunduar. Nderon çdo kapitull për atë që të ka mësuar, jo për sa ka zgjatur. Kjo qasje të jep liri emocionale. Ndihesh më i lehtë, jo sepse të intereson më pak, por sepse mban më pak peshë emocionale që kur nuk ishte e jotja. Kur ditët bëhen javë dhe javët bëhen muaj, mund të kthesh kokën pas dhe të kuptosh sa larg ke arritur pa vënë re çdo hap. Versioni yt që dikur dyshonte gjithçka tani beson thellë. Versioni yt që dikur priste me ankth tani lëviz qetësisht. Versioni yt që dikur dyshonte në zërin e brendshëm tani e dëgjon atë me respekt. Ky zhvillim është i qetë, por real. Ai shfaqet në mënyrën se si zgjedh paqen mbi dramën, qartësinë mbi konfuzionin dhe ndershmërinë mbi shmangjen. Nuk ke nevojë për konfirmim për këtë rritje. E ndjen atë në trupin tënd, në mendimet e tua dhe në vendimet e tua. Dhe ndërsa vazhdon të jetosh nga ky vend, mbetesh i hapur ndaj lidhjes pa qenë i varur prej saj. E mirëpret ndershmërinë, por nuk e ndjek atë. Lejon që ndjenjat të ekzistojnë, por nuk i lejon ato të mbingarkojnë ndjenjen tënde për veten. Tani e kupton se një lidhje e vërtet nuk kërkon që të heqësh dorë nga intuita jote apo të heshtësh nevojat e tua. Ajo të takon aty ku je, respekton kufit e tu dhe rritet me kalimin e kohës. Kjo vetdije mbetet me ty dhe të udhëheq butësisht përmes gjithçkaje që vjen më pas. Ec përpara jo me siguri për rezultatet, por me besim në veten tënde. Dhe ky besim bëhet themeli i gjithçkaje që ndërton prej këtu e tutje. Ndërsa vazhdon këtë rrugë, diçka edhe më e thellë fillon të vendoset brenda teje. Diçka që nuk mund të nxitohet apo të detyrohet, por vetëm të jetohet dhe përjetohet. Vëren se ndjenja jote për veten nuk luhatet më bazuar në mënyrën se si të tjerët reagojnë ndaj teje. Aty ku dikur kërkoje konfirmim në fjalë, ton apo sjellje, tani e gjen atë në vetdijen tënde. Ndihesh i qëndrueshëm edhe kur situatat janë të paqarta, sepse e kupton se qartësia nuk përcakton më vlerën apo drejtimin tënd. Kjo nuk do të thotë se ndalon së kujdesuri apo ndjerë. Do të thotë se ndalon së lidhuri paqen tënde me rezultate që nuk mund t'i kontrollosh. Lëviz me një siguri të qetë se ajo që po zhvillohet nuk do të thyej, sepse tashmë ke mësuar ta mbash veten në pasiguri. Kjo krijon një ndjenjë sigurie të brendshme që të shoqëron kudo. I beson vetes të largohesh kur diçka nuk është më në përputhje, dhe i beson vetes të qëndrosh i pranishëm kur diçka ndihet e sinqert dhe e ndërsjellë. Ky ekuilibër të lejon të lidhesh me jetën pa frikë se do të humbasësh veten. Mund të vëresh se reagimet e tua emocionale tani ndihen më të buta, jo sepse je i shkëputur, por sepse nuk vepron më nga plagë të vjetra apo tensione të pazgjidhura. Kur diçka dhemb, e pranon pa e lejuar të përcaktoj. Kur diçka të gëzon, i lejon vetes gëzim pa u kapur pas saj. Ke arritur, je i rrënjosur, je gati, dhe kjo gatishmëri është dhurata më e madhe që i ke dhënë vetes.